Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat editarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Kryeministri Edi Rama njoftoi se projekt buxheti 2026 parashikon rritje të re të pagave për punonjësit e sektorit publik, duke theksuar se ndikimi i kësaj do të ndihet çdo vit në jetën e përditshme të qytetarëve, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Të dielen më 9 nëntor qytetarët e Bashkisë së Tepelenës do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë. Në garë marrin pjesë Gramo Sako, kandidati i Partisë Socialiste, dhe Gabriel Guma, kandidati i pavarur. Fermerët e Konispolit garantojnë se agrumet e tyre janë të sigurta dhe pa pesticide fal analizave laboratorike të vazhdueshme. Megjithatë, ata kanë nevojë për një grup kontrolli që të sigurojë cilësinë e produkteve në treg. Ndërkohë shumë prej agrumeve kanë mbetur të pashitura, duke i dëmtuar fermerët dhe ekonominë e tyre familjare. Punimet e realizuara gjatë procesit të restaurimit nga arkitektët e rinj janë shpalosur për publiku në Kalan e Gjirokastrës. Bashkëpunimet e frytshme kanë ndikuar në rritjen e vizitueshmërisë së monumenteve, ndërsa punimet u prezantuan si dëshmi e përkushtimit për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Ju njohim tani më gjërësisht. Kryeministri Edi Rama njoftoi se projekt buxheti 2026 parashikon rritje të re të pagave për punonjësit e sektorit publik, duke theksuar se ndikimi i kësaj do të ndihet çdo vit në jetën e përditshme të qytetarëve, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Rama tha se kjo mas synon stabilizimin e fuqisë blerëse të qytetarëve dhe forcimin e politikës sociale. Në projekt buxhetin e vitit 2026 është parashikuar që pagat e sektorit publik të indeksohen me 2.5%, praktik që deri tani ndiqej vetëm për pensionistët. Kreu i qeverisë Edi Rama përmes një video mesazhi bëri me dije dhe kategoritë që do të përfitojnë. 10.600 punonjës shërbimi, sanitare, shofer, teknik, protokollist, arkivist, magazinier, do të përfitoj nga rritja e pagës minimale me 10.000 lek të reja në muaj. Për specialistë administratës publike, rritja do të jetë 5.000 lek të reja. Mësuesit do të përfitojnë pagë 3.000 lek të reja më shumë në muaj. Për herë të parë në sektorin e shëndetësisë, përveç indeksimit vjetor, do të fillojë dhe llogaritja e vjetërsisë në punë, edhe për punonjësit e policisë së shtetit. Përveç indeksimit, do të ketë rritje për vjetërsinë në punë. Sipas Ramës, kjo rritje do të bëhet çdo vit edhe më e prekshme në jetën e përditshme. Të dielen më 9 nëntor, qytetarët e Bashkisë së Tepelenës do t'ju drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë. Në garë marrin pjesë Gramo Sako, kandidati i Partisë Socialiste, dhe Gabriel Guma, kandidati i pavarur. Në këtë bashki janë regjistruar 11.658 votues, të ndarë në 21 qendra votimi. Ndërkohë pranë Këzazës numër 80 kanë bërritur baza materiale zgjedhore, e cila do të shpërndahet në qendrat e votimit gjatë ditës së shtunë. Në datën 9 nëntor, qytetarët e Tepelenës do të votojnë për zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë, ku nga Partia Socialiste kandidat është Gramo Sako, ndërsa Gabriel Guma kandidon si i pavarur, por mbështetet nga forcat opozitare. Listat që tashmë janë afishuar konfirmojnë pjesëmarrjen e 11.658 votuesve në 21 qendra votimi, nga të cilat 9 në qytet dhe 12 në njësitë administrative, ndërkohë që burime pranë Këzazë bëjnë me dije se kanë mbritur edhe një pjesë e bazës materiale, ndërsa pjesa plotësuese pritet të mbërrijë këtë të premte. Këzazja numër 80 e Bashkisë Tepelen ka filluar punën që në momentin e konstituimit të saj dhe vazhdon punën. Ka ardhur një pjesë e bazës materiale, pra aparaturat e grupeve të numërimit dhe printera dhe gjithë infrastruktura tjetër, dhe pritet që ditën e premte të vinë fletë të votimit dhe materialet përfundimtare, kutit dhe gjithë shka tjetër. Komisioni ka funksionuar normalisht dhe me përfaqësuesit e pozitës dhe të opozitës në mirë kuptim të plot në
zbatim të ligjit. Janë gjithsej 21 qendra votimi, nga të cilat 9 në qytetin e Tepelenës dhe 12 tjerat janë në përfshatra. Ishte edhe një qendër votimi tjetër e parashikuar në burgun në JVP-n Bën Tepelen, por ditët e fundit kemi marrë njoftim që nuk do të funksionojë dhe nëse do të ketë votues nga burgu do të votojë në qendrën më të afërt të votimit të qytetit të Tepelenës. Nga subjektet përkatëse është dërguar tashmë pranë KQZ lista emërore për komisionerët, antarët e komisioneve, vëzhgues e numërues. Kandidati socialist për Bashkinë e Tepelenës Gramo Sako vijon takimet me qytetarët duke theksuar vazhdimësinë e projekteve dhe zhvillimin e qytetit mbi punën dhe bashkëpunimin. Ai vlerësoi potencialin e zonës në agroturizëm dhe trashëgimi kulturore dhe ftoi qytetarët të marrin pjesë masivisht në votimet më 9 nëntor. Në vijim të turit të takimeve me qytetarët, kandidati i mazhorancës për Bashkinë e Tepelenës Gramo Sako zhvilloi një takim me banorët e disa lagjeve ku theksoi se kjo fushat, ndonse e shkurtër në kohë, ka qenë mbushur me energji, përzemërsi dhe besim të ndërsjellë. Në fjalën e tij, Sako u ndal tek nevoja për të vijuar punët e mëdha, të nisura dhe për të ndërtuar një Tepelen që zhvillohet mbi vlerat, punën dhe identitetin e vet. Edhe pse nuk patëm mundësinë t'ju takojmë të gjithëve. Dhe për këtë ju kërkoj ndjes me dorë në zemër, sidomos për ju që jetoni në Greqi apo në vende të tjera. Ju ndjejmë pranë me zemër dhe dashuri për vendindjen. Ne jemi këtu të gjithë bashkë për të ndërtuar Tepelenën e sardhmes, besim te forca e punës, te vlerat dhe identiteti i Tepelenës sonë. Ne jemi këtu për të ndërtuar të ardhmen, në një Tepelen që mbështetet mbi agroturizmin, natyrën e mrekullueshme, mbi kulturën, traditën dhe mikpritjen që na dallon, ne do ta mbështesim konkretisht agroturizmit, me nisma që gjenerojnë të ardhura për familjet lokale. Do të promovojmë produktet bujqësore, artizanale, kulinare, që janë pasuri e trashëguar brez pas brezi. Në fokus të programit, Gramo Sako përmendi edhe nismat për mbështetjen e grave, të rinjve dhe sipërmarrësve lokal, si dhe programin paketa e maleve, që synon të fuqizojë zonat rurale me mbështetje konkrete financiare dhe profesionale. Programi ynë paketa e maleve do të fuqizojë veçanërisht gratë dhe sipërmarrjet e zonave rurale, me mbështetje reale, financiare dhe profesionale, dhe mbi të gjitha do të ngrejmë markën tonë që do të identifikojmë cilësinë, pasionin dhe punën ndershme të njerëzve tanë. Ne kemi një pasuri që shumë e lakmojnë, vjosën e egër dhe të bukur, lumin e fundit të egër të Evropës. Do ta mbrojmë me përkushtim, por do ta shfrytëzojmë si burim zhvillimi, duke kthyer destinacionin unik, ekologjik e turistik. Do të krijojmë një bashki efikase, që i përgjigjet shpejt çdo kërkese që respektojnë qytetarën si partner. Gratë do të jenë pjesë e vendimarrjes lokale, jo si kuor, por si forcë reale ndryshimi. Të dashur, të rinjë të reja, kjo fushat ka qenë për ju, për energji dhe ëndrat tuaja. Ne duam që Tepelena të mos jetë vendi nga ku iket, po vendi ku ja vlen të qëndrosh e ndërtosh jetën tënde. Në fund të fjalës së tij, kandidati i majt u bëri thirrje qytetarëve të dalin masivisht në votime më datën 9 nëntor, duke ftuar secilin të motivojë familjarët dhe miqt që të jenë pjesë e kësaj dite vendimarrje për qytetin dhe për të ardhmen e tij. Të gjithë së bashku të ditën e djej të mbështetin kandidatyrën e Partisë Socialiste për Doktin Gramo Sako, si kryetari i arsimit i kësaj bashkie. Të mbështesim Partinë Socialiste Gramo Sako në datën 9, rezultati tjetër e kongmen në shqituri, si që ka i Tepelena. Aktiv ose fakohet me angenin la badanam, e gjithë bashkë si një ekip, si një trup e vetme, maksimizoj çdo vot për Partinë Socialiste, për Edi Ramën, për Gramo Sako. Gabriel Guma është 25 vjeçari që garon si kandidat i pavarur për drejtimin e bashkisë së Tepelenës. Në një intervistë dhënë për RTS Gjirokastra, ai ka prezantuar programin e tij, ku parashikohen bashkëpunime donatorë dhe biznese lokale për nxitjen e projekteve që gjenerojnë punësim dhe zhvillim. Guma vlerëson potencialin turistik dhe bujqësor të zonës, duke e parë si mundësi për rritje të qëndrueshme.
Në garon për drejtimin e bashkisë së Tepelenës ka hyrë një emër i ri që përfaqëson energjinë, ambicien dhe dëshirën për ndryshim të brezit të ri. Gabriel Guma, vetëm 25 vjeç, garon si kandidat i pavarur me synim për të sjellë një qasje ndryshe në mënyrën se si funksionon pushteti vendor dhe për të dëshmuar se përgjegjësia publike nuk lidhet me moshën, por me vizionin dhe vullnetin për të shërbyer komunitetit. Përveç se në këtë moshë, do thosha në këto momente, besoj se më rrjedh patriotizmi tepër që kam unë për vendin tim dhe për Tepelenën më së tepër. Dhe duke qenë si tillë, e dua në këto momente të rikthesha, sepse shpopullimi masiv që po ndodh qoftë në Shqipëri po dhe në Tepelen, besoj se ardhja ime dhe unë atje do mbante të rinjt pak më të mbërthyer ndaj qytetit. Gabriel, pse i pavarur? Sepse ne të rinjt duhet jemi të pavarur. Nuk duhet kemi ndasi politike, në këto momente mendoj që janë pak problematike, si një djalë i ri, si një frymë e re, duhet jemi të pavarur. Tepelena sipas Gumës ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, bujqësor, blegtoral, të cilin synon ta kthejë në burim zhvillimit të qëndrueshëm. Ai parashikon nxitjen e agroturizmit, promovimin e produkteve vendase dhe krijimin e infrastrukturës që e bën qytetin më tërheqës për vizitorët dhe investitorët. Unë kam menduar këtë gjë në një shkallë hierarkike. Pra, e logjikoj me një formë piramide. Që do të thotë? Që do të thotë? Nëse në krye do flisnim për agroturizmin dhe më në krye do flisnim për turizmin, do t'i kthesha një herë bazës. Shkallën e fundit ishin besimi, pra. Nëse do ta nisim këtë piramidën, jemi në fund fare te besimi. Pas besimit fillojmë me punët konkrete, pra baza. Në fillim të thash arsimi dhe kultura. Ne në Tepelen kemi shumë lloje të ndryshme zhvillimi kulturor dhe zhvillimi arsimor. Nëse do shkonim te kultura, historia e Tepelensve kalon gjurmë në të gjitha periudhat. Me një vizion të qartë, energji rinore dhe frymë bashkëpunuese, Gabriel Guma kërkon të bindë qytetarët se ndryshimi në Tepelen është i mundur nëse besimi i qytetarëve vendoset mbi ide dhe jo mbi ngjyrat politike. Besojani mua, besojani të rinjve, besojani fëmijëve tuaj që janë atje nëpër Tiranë, nëpër rrethe duke punuar të vetëm mbase dhe duke vuajtur të rikthehemi këtu dhe ta bëjmë Tepelenën një vend më të mirë. Më votoni mua me datë 9 nëntor. Fermerët e Ekonispolit garantojnë se agrumet e tyre janë të sigurta dhe pa pesticide fal analizave laboratorike të vazhdueshme. Megjithatë, ata kanë nevojë për një grup kontrolli që të sigurojë cilësinë e produkteve në treg. Ndërkohë shumë prej agrumeve kanë mbetur të pashitura duke i dëmtuar fermerët dhe ekonominë e tyre familjare. Ata kërkojnë mbështetje për të gjeneruar tregje dhe për të shmangur humbjet. Prej ditësh në tregun e agrumeve qarkullon problemi i pesticideve që fermerët përdorin për mandarinën. Grupi xhirimi të RTS Gjirokastra ka udhëtuar drejt Konispolit, një prej prodhuesve më të mëdhenj jo vetëm në tregun vendas, por edhe jashtë. Në bashkëbisedime që kemi pasur me fermerët që prej vitesh e mbjellin këtë kulturë, ata kanë hedhur poshtë të gjithë zërat, duke pohuar se analizat që u janë bërë produkteve të tyre jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Itali, kanë rezultuar brenda parametrave. Ata japin siguri për këtë produkt që kultivojnë prej vitesh. Lajmi që qarkullon për pjesën e pesticideve ishte një gënjeshtër. Se këtu janë të gjithë fermerët me analiza. Në Itali, në Shqipëri, në Maminas me fjalë, edhe në Itali. Të gjithë janë të pajisur dhe vazhdojnë me fjalë. Si që shikoni të gjithë këta fermerë këtu janë me analizat e tyre në duar, të cilat kanë dalë super, jo të rregullta, po super të rregullta, i bëjmë thirrje shtetit që këta punëtor, këta fermerë të vazhdojnë punën e tyre normalisht, që mos t'ju prishet e drejta për të nxjerrë të marrin frutën e punës së tyre që kanë 12 muaj që po e hedhin dhe erdhi momenti kulmor që ata duhet të vjelin prodhimin dhe dalin hasi në vështirësi të tilla pa të drejtë. Të vi shteti, të shikojë gjërat, të analizojë këndeja nga afër, të përcaktojë një grup, të vinë të kontrollojnë dhe të na lënë të punojmë. Lajmi për pesticidet mbi normat e lejuara ka sjell edhe mbetjen stok dhe largimin e shumë tregtarëve, gjë e cila konfirmohet nga vetë fermerët. Kanë tregtarë kanë pasur frikë të ngarkojnë. Tregu brendshëm flasin. Se tregu jashtë ka punuar normal.
tërme të ngarkojnë mandarin. Të vinë të marrin, ne hamë për vete, japin fëmijëve tanë. Si mund të jetë? Taj ne do të vdesin fëmijë tanë. Shumë ka ndikuar, ka rreth 4-5 ditë që janë ndikuar shumë ndërpret tregu si me sopat. Dhe kjo nuk është e drejtë për fermerit e zonës së Konispolit të Xarrës edhe të Morsisë. Shpenzimet të mëdha shumë. Shumë shpenzimet të mëdha dhe humbja është po ndihet. Ka tregtar që po stepen nga ky lajm? Shumë. Ka ndikuar shumë. Konispoli ka një sipërfaqe prej 1200 hektarësh tokë të mbjellë me agrume, çka ka bërë që fermerët të kërkojnë verifikim zyrtar nga institucionet shtetërore, pasi kjo zonë mbetet e vetmja që prej vitesh po eksporton në tregun ballkanik dhe atë europian. Punimet e realizuara gjatë procesit të restaurimit nga arkitektët e rinj janë shpalosur për publikun në kalane e Gjirokastrës. Bashkëpunimet e frytshme kanë ndikuar në rritjen e vizitueshmërisë së monumenteve, ndërsa punimet u prezantuan si dëshmi e përkushtimit për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Në kalane e Argjiros u çel një ekspozit me punimet e realizuara nga restauratorët gjatë vitit të kaluar në kuadër të restaurimeve të objekteve të kategorisë së parë dhe të dytë. Punimet e përfunduara u shpalosën për publikun, mes të cilëve kishte edhe turistë të shumtë. Bëhet fjalë për 12 ndërtesa, pra objekte monument kulture kategorie parë dhe e dytë. Midis projekteve ka, po themi, dhe projekte të përzgjedhura nga drejtoria për të mbajtur si material për projektet e zbatimit. Normalisht është një material i mirë, i pasur me material arkivor, arkitektonik, historik, ndërhyrje konsoliduese dhe restauruese. Studentët po punojnë objekte të tjera, normalisht në vijim të këtyre projekteve. Nuk bëhet fjalë për projektet, tu është vetëm esenca e projekteve, pra panel ekspozite. Këtë vit e kemi vendosur që ta organizojmë tek kalaja e qytetit të Gjirokastrës, por krahas ekspozitës gjithmonë e gjithë puna e gjithë studentëve dhe profesorëve të lëndës përfundon dhe me një botim përsa i përket banesave gjirokastrite, pasi çdo vit kemi banesa të ndryshme, pra. Dhe në një farë mënyrë është një lloj katalogimi që studentët bëjnë. Bashkëpunimet të tilla kanë qenë të frytshme, duke ndikuar ndjeshëm edhe në rritjen e viziturshmërisë së monumenteve të kulturës. Të 4 vite radhas në drejtoria rajonale dhe Universiteti Polis janë duke zhvilluar një kamp për rilevimin e disa prej objekteve monument kulture brenda qendrës historike të Gjirokastrës, ka si edhe një rritje të vëmendjes ndaj qendrës historike të Gjirokastrës dhe në periudha të cilat kanë qenë me fluks të ulët vizitorës, siç është nëntori, dhjetori apo muaj të dimrit, pasi fluksi kryesisht është përqendruar nga muaji maj deri në muajin tetor, por që kemi një rritje dhe një qëndrueshmëri të numrit të vizitorëve. Edhe për këtë javë, ndoshta edhe faktorët atmosferik apo dhe zhvillimi i këtyre aktiviteteve ka dhënë një rezultat të mirë në numrin e vizitorëve. Ky bashkëpunim me Universitetin Polis dhe Bashkinë Gjirokastrës është shumë i rëndësishëm për drejtorinë rajonale të trashëgimisë kulturore, pasi në vetvete këtu jemi duke dokumentuar disa prej objekte e monument kulture të cilat ndoshta për shkak të rrethanave të ndryshme mund të shkojnë edhe në degradim. Por krijimi i database të saktë mbi këto objekte, pasi këtu përdoren metoda digjitale të rilevimit si laser skanera apo drona, lënë një dokumentim të plot mbi trashëgiminë tonë kulturore, të cilat në një periudhë të mëmshme do përdoren për hartimin e projektit të restaurimit apo dhe të ndërhyrjes së këtyre objekteve. Punimet e realizuara gjatë procesit të restaurimit u prezantuan si dëshmi e përkushtimit për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore. Bashkia e Konispolit zhvillon një sezon aktivitetesh kulturore për të promovuar historinë, traditat dhe zakonet lokale duke përfshirë edhe turistët. Sipas specialistit Vangel Taho, këto aktivitete ndihmojnë në ruajtjen e identitetit kulturor, ndërsa bashkia po përgatit një kalendar të pasur për festat e nëntorit. Bashkia e Konispolit ka zhvilluar këtë sezon një kalendar të larmishëm aktivitetesh kulturore të cilat synojnë promovimin e historisë, traditave dhe zakoneve të zonës. Përmes këtyre aktiviteteve, vlera e trashëgimisë kulturore po përcillet ndërbreza dhe po bëhet e njohur edhe për turistët e huaj që vizitojnë rajonin. Sipas specialistit të kulturës në Bashkinë e Konispolit Vangel Taho, këto aktivitete kanë pasur një domethënie të madhe për ruajtjen e identitetit lokal dhe për njohjen e vizitorëve me traditat dhe zakonet e komunitetit. Ai thekson se promovimi i kulturës lokale është një hap i rëndësishëm për të mbajtur gjallë vlerat e zonës dhe për të rritur turizmin. Duke filluar që nga pas festave të Gushtit, që ishte një aktivitet që zinte gjithë sferën e bashkisë, fshatra, domethënë, e quajtura
takim brezash që nga Evrina deri në Janjar. Pas kësaj në fill kishim edhe një aktivitet tepër të rëndësishëm për Hasan Tahsini në muajin shtator. Pas kësaj, tani në tetor para 2-3 ditësh, bëm edhe një aktivitet për Bilal Xhaferin në kuadër të 90 vjetorit të lindjes. Në këtë aktivitet të përbashkët me familjarët e Bilal Xhaferit, kishte mjaft interes si nga familja edhe nga dëgjuesit, sepse këtu ndodhen disa gjëra të reja të marra nga autoriteti i hapjes së dosjeve për problemet e Bilal Xhaferit në internim. Këto aktivitete dhe si çdo aktivitet tjetër ka për qëllim që të zhvilloj më tej historinë në radhë parë të kësaj treve, në radhë të ditë të njihen brezat me këtë histori dhe të zhvillojnë më tej traditën dhe kulturën në brezin e ri. Edhe gjatë kësaj periudhe, Bashkia e Konispolit vazhdon përgatitjen e një kalendari të pasur aktivitetesh, ndërkohë që afrojnë festat e nëntorit. Ne kemi menduar që edhe me shkollat kryesore bazë të Bashkisë Konispolit, Konispol, Shalës e Xar, të bëjmë një konkurs i këndojmë flamurit me këngë dhe valle popullore të zonës. Tjetër, në këtë kemi dhe në programe dhe, si që shikoni, unë jam përgatitem për festën e manderinës, Arom Manderine, të cilën e bëjmë në bashkëpunim me Parkun Kombëtar të Butrindit, të mbështetur nga Ministria e Kulturës dhe Ministria e Bujqësisë. Kjo si vjet do bëhet një festë ndryshe, sepse do të zhvillohet edhe në Parkun Kombëtar të Butrindit të titulluar Takim me Lashësinë, që prioritet ne japim lashësisë të Butrindit jo vetëm kaq, por dhe ullirit si një bimë lashtë. Prandaj dhe e kemi quajtur Takim me Lashësinë, sepse mandarina si një bimë e re e brezit të ri takohet me ullirin si një pemë lashtë dhe për këtë bëhet një bashkëtesë ndërmjet ullirit edhe mandarinës. Qëllimi është që të vazhdohet përçimi i traditave dhe kulturës lokale, si dhe të ofrohet mundësi për turistët dhe komunitetin vendas të përjetojnë festat dhe ngjarjet me pjesëmarrje aktive. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.